Brenda muajit qershor, Shkodra Sport Event organizon 2 turne të rëndësishëm ndërkombëtar, ndërkohë që më herët ishte turneu U15, tashmë turneu shumë i rëndësishëm i kategorisë U19. Me drejtuesin e turneut dhe të shoqatës të Shkodra Sport Event, Jetmir Podgorica. Po ndjekim një finale shumë interesante mes ekipit të Vllaznisë dhe ekipit nga Gana, të duket sigurisht një ndeshje Superlige. Realisht dita sotme është një ditë përmbyllëse për aktivitetin e Shkodra Summer Cup edicioni 8. Më përpara ne kemi zhvilluar para 2 javësh kemi zhvilluar ceremoninë përmbyllëse dhe aktivitetin nga U19 deri në moshën U15 dhe tashmë për një javë ne zhvillojmë ndeshjet e kategorisë U19. Ekipet janë ekipi Vllaznisë dhe ekipi Mavericut nga Gana dhe po zhvillojnë realisht një ndeshje shumë të mirë me një ndeshje me një nivel shumë të lartë. Ato që po ndjekin takimin, që i cili akoma s'ka përfunduar, theksojnë dhe nënvizojnë se janë lojtarë të nivelit të Superligës, sidomos ekipi kundërshtar. Ideja është që ky turne ka një specifik tjetër në raport me turneun e moshëve të voglave, sepse ky është një turne scoutingut, pasi ne kemi mbi 20 agjenci scoutingut të cilët janë prezente në këto ditë nga vende të ndryshme të botës për të ndjekur këtë turne. Mund të themi që kemi edhe nga Argentina scout, mund të kemi edhe nga Greqia, apo nga Nigeria, apo edhe nga vendet e tjera, dhe po ndjekun me shumë vëmendje këtë turne për me arrit me marrë esencën e lojtarëve të cilët janë në këtë grup mosh dhe realisht janë të evidentuar disa lojtarë edhe për me tutje. Madje u tha se njëri prej tyre ka firmosur në një ekip të nivelit të lartë në Greqi. Lajmet janë ekskluzive gjithmonë për Veriu Sport. Them të drejtën, një nga këto lojtarë do zyrtarizohet javën që vjen në një ekip të Superligës greke. Dhe do ta bëjmë postimin në rrjetet sociale, do ta bëjmë zyrtare. Dhe është pikërisht një lojtar i cili është evidentuar nga ky turne dhe besoj që është një arritje jashtëzakonshme për me marrë një lojtar dhe me çuar në nivelet të Superligës greke. Jepni në përgjithësi sa ekipe morin pjesë në këtë turne U19. Ky turne ka një vështirësi të veçantë realisht për të realizuar, sepse ekipet e Ganës dhe Nigerisë janë me viza në raport me Shqipërinë dhe duhet bëjnë një udhtim për 36 orësh për me marrë pjesë në Shqipëri. Këto ekipe duhet të bëjnë një itinerar nga shteti i tyre në Stamboll, dhe nga Stambolli duhet të futen në Shqipëri dhe ka një procedurë realisht të vështirë. Ishin planifikuar të merreshin pjesë më shumë ekipe, por për shkak të këtyre procedurave kishin disa probleme. Aktualisht marrin pjesë 6 ekipe dhe jemi të kënaqur pasi realisht nisi Shkodër kemi një vështirësi shumë të madhe në ekipet U19, ku është vetëm një ekip është ekipi i Vllaznisë i U19 dhe ekipet e tjera realisht nuk kanë moshën U19. Prandaj mendoj se i shërben edhe qytetit të Shkodrës ky turne sepse krijojnë edhe ato ekipin e tyre në U19. Pas përvojës shumë pozitive të turneut në kategorinë U15, ky me U19 sipas jush cili ishte më emocionues. Të them të drejtën, na përgatit për 6 muaj për të realizuar këto turne, edhe është një punë që është me orë të zgjatëna dhe është një staf prej 50 personash të cilët punojnë për të realizuar këtë turne. Ky turne thash ka një specifikë të cilën nuk e kanë parësuar rezultatin, po kanë qëllim si më thonë scoutingut, dhe këtu janë më pak ekipe, po ka vështirësitë e tyre normalisht edhe këtë turne. Cili është programi në vazhdim për Shkodra Sport Event brenda këtij viti, apo ky është më thënë turneu i fundit? Ne thënë të drejtën sapo kemi fillu, sepse është turneu i parë për 2025, do të kena një turne në kujtim të 2 djemve që kanë ndruar tragjikisht tek ekipi i Delnis, me pas do vazhdojmë me një turne tjetër të cilin do ta bëjmë publik në vijim, është një risi edhe për qytetin e Shkodrës. Do të kemi Viziti Shkodra Trophy në shtator dhe do ta përmbyllim me turneun autoktonës. Pa këto janë turnet më të rëndësishme sepse ne zhvillim normalisht edhe turnet e tjera apo edhe aktivitetet e tjera. Sa më herët se njëri prej tyre është zbuluar dhe do të firmosin në Superligën greke. Në ekipet e tjera, sidomos ky i Shkodrës, keni dalluar ndonjë element të perspektivës? Ekipet e Shkodrës realisht janë me moshë më të vogël se sa ekipet e tjera, por është U18 e Shkodrës dhe realisht kanë deri në 2 vite diferencë me moshën e U19-s, por besoj që kanë pas një paraqitje shumë të mirë edhe lojtarët e Shkodrës kanë pas realisht një paraqitje të mirë që janë në synin e skautave evropian. Jemi mësuar zakonisht që tjetë turne me kategoritë e moshave më të ulta, por ky kësaj radhe, sidomos me këto 2 ekipe finaliste, duket i një kalibri të lartë. Për ata që kanë ndjekur turneun kanë parë realisht ndeshje shumë të forta, ndeshje të cilat nuk i kanë prit nivelin e tyre kaq të lartë, por besoj që ja ka arritur qëllimin si turne.
Po të gërisa faleminderit, suksese. Faleminderit nga ju.